nis me ty si gazetar. Meqense ne gazetarët çështjen e lirisë fjalës edhe shpresë mendimit e kemi bukën tonë të përditshme. Në fakt është folur edhe më herët për mbylljen e TikTokut, vendimi vjen pikërisht sot, kemi hyrë në fushat elektorale, dihet ku duhet ishte vëmendja, e konsideron heqje vëmendje përpjekje për heqje vëmendje nga ana e kryeministrit apo rrezik serioz që ai ndjen nga kjo platformë? E para njerë, ajo që është shumë e çuditshme ka të bëjë me mënyrën se si qeveria erdhi te ky vendim. Dëgjoj kryeministrin që thotë që e kemi konsultuar me 65.000 prindër. Unë nuk e di ku i ka mbledhur zoti Rama 65.000 prindër, sepse ky praktikisht të gjitha këto vendime radikale që merr her pas here nxjerr këtë argumentin që e kemi konsultuar, e mban mend që legalizuan kanabisin, se ç'bën atëre një anketa kombëtare. Shqipëria që duam platforma e bashkëqeverisjes. Dhe aty tha kanë votuar 300 nuk e di sa. I nxjerr vetë se vetë i numëron, vetë i kontrollon. Tani i pas ka konsultuar 65.000 prindër dhe këta i pas kanë thënë një zëri që po mbyllet TikTokun. Që këtu duket që kjo është një sajesë e madhe. Tani, cilat janë arsyet që Edi Rama shkon në një vendim të tillë? Se të shkon mendja vetë ju, Klodi, përderisa je në fushat elektorale, vetëm për një vit, për këtë vit elektoral, ti nuk e shmang dot. Ti e the, ne jemi gazetarë dhe ne priremi të mos i besojmë rastësitë, sepse gjithmonë pas një rastësie ka diçka që fakti që vjen në fushatën e plot, në fillim të fushatës elektorale, tregojnë që ndoshta kryeministri ka arsye të tjera, pra nuk ndihet i sigurt me efektet që kjo platformë sociale ka në llogarit apo në kalkulimet e tij elektorale, sepse me mediat e tjera e ka kollaj, me mediat kombëtare e dim i ka në kontrollin e oborit vet, u edh kocka, tendera, koncesione dhe i ble apo ato që nuk i ble, i kërcënon apo i penalizon, siç e kemi parë tashme. Dhe është një dritare e re që ka sjellë zhvillimin teknologjik, të cilin nuk mund ta kontrollojë dhe shkon në këtë vendim drastik për mbylljen absolute të një platforme sociale siç është TikToku. Sigurisht që shqetësimet që kanë lidhje me sigurinë e të miturve, me dezinformimin apo me përdorimin e platformave sociale në këtë rast, jo vetëm TikTokut, por thuajse të gjitha rrjeteve sociale me keq përdorimin e tyre ekzistojnë dhe janë legjitime. Por ne kemi parë që të gjitha vendet demokratike, të gjitha qeveritë e përgjithshme kudo në botë marrin masa proporcionale në raport me rreziqet. Pra, askush nuk ka mbyllur TikTokun për shkak se plotësisht dhe për të gjithë. Plotësisht dhe për të gjithë. Sigurisht që ka filtra. Ka grup mosha. Vendosen filtra për mbrojtjen e të miturve, vendosen mekanizma të cilët e bëjnë të kontrollojnë përmbajtjen kryesisht pornografike ose të rrezikshme. Pse duhet shkoj te ky vendim drastik? Dhe tani kemi kryeministrin që thotë, po e mbyllim mirë një vit plotësisht, ndërkohë që po punojmë me kompaninë e cila mbas një viti do të na sjell planin se si mund përdorim dhe në filtrat. Pra, qartazi po e mbyllim sa të mbarojnë zgjedhjet, dhe pastaj do ta hapim se nuk na prish me punë, sepse ky nuk është se ka shqetësim apo problem të vërtet sigurinë e të miturve apo fakti që TikToku mund të përdoret apo keq përdoret nga grupet kriminale apo nuk e di unë se qa. Ky nuk i ka problema ato. Ky ka këtë hallin e vet, bën llogaritjet e veta elektorale, tani më duhet ta mbyll qoftë edhe për ato pak efekt që ai mendon se apo avantazh që mund t'i japi kjo, por qoftë edhe për ta hedhur si shashk në kulmin e fushatës elektorale që njerëzit merren qoftë edhe me mbylljen e TikTokut, ndërkohë që ne e dim se çfarë ndodh me qeverisjen, se si ikin milionat dhe miliardat, se si përlahen me dilera, me dillet të dyshimta. Edhe me dilera, nuk është se lapsus freudian ishte. Dilera. Se si prokurohen projekte të çuditshme që ngjizen në Arabi, vinë në Shqipëri dhe përlahen 120 milion euro në interrand të lapsit, e kështu sa skandale të tjera që qeveria i prodhon
në mënyrë të qëndrueshme dhe mbi baza thuajse të përditshme. Më thonë që Gent Prognën e kam në